E na duhet me pas zemrën e pasur. Me Allahun xhallahu ala kush është i pasur, nuk friksohet nga varfënia. Të ndërmjet gjithashtu këtu marrim nga mësimet edhe se gjendja e njerit ndron. Që këta kanë qenë të smut, kanë qenë të sprovun, kanë qenë të varfër, që është ka ndërë situata për një herë. Për të mirë, ndronë situata. A dhe njëri kur nuk duhet me qenë i shgënjur, i dëshpruar, me ranë depresion, për shkak të dhe një sprovë që e ka godit, më në qëmë ka gjithë mu, më zvet, ta është smuj, kjo sjeket më kur, kjo është e pashërushme, mos e mbyll derën e zgjidhjes kur. Shiko Allahu xhallahu që e ka ndru gjendën në këtyre mbrana një natë. E na kemi qenë gjendë të vështirë para luftës, në lufte, në vështirësie, sa njerëz kanë pas shpresë që kanë me pështu bile, në çfarë situata të tilla kanë qenë. Pastaj gjithçka është rënuar, shkatruar. Allahu xhallahu ka ndru gjendën për të mirë, kush ka paramenuar që bashkë çështo do të jetë puna aftë. Që të kemi shtetin tonë, policinë tonë, administratën tonë, shkollat tonë, kështu me radhë, në mënyrë që kur kush mos të pengu, më u zhvilluar, më u rrit edhe me jesë për para. Përveç vetës tonë që na pengon, na nalim vetën tonë, se kur s'na nal me pas punë të më mira. Andaj Allah ndërën gjendjen të ndërvëllazë. Nuk të ban njëri kur me koni zhgënjimi të shprumë, që më ka gjetë mu, që ndërën Allah gjendjen. Andaj, besimtari duhet gjithmonë, në çdo situatë që Allahu e sprovon, me reagu me udhëzim që Allah e ka mësu. Nëse Allahu të ka sprovu me pasuri, që do të me reagu? Me falënderim dhe dorëdhënie. Nëse Allahu të ka sprovu me varfëni, që do të me reagu? Me sabër dhe mos lakmi. Prandaj, çdo situatë besimtari ka rregullat. Pavarësisht e situatave. Muslimani nuk është adhurues i Allahut Azza wa Jall vetëm bazë të kushteve. Nëse më jep, po ne vi, nëse s'më jep, po ne s'vi. Nëse shnoshna, po kismet, nëse shnoshna kam u fal. Po nëse nuk shnoshna kam u fal. Nuk është namaz i ndëlidhur me shëndet apo me smundje. Besimi në Allah nuk ndëlidhet me pasuri apo varfëni. E kështu me radhë.